إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahun xhella xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore ja dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, falenderojmë Allahun xhella xhelaluhu që na e zgjati jetën tonë, që na të I arrim dhe këto dita të cilët janë ditët më të vlefshme, më të mëdhaja dhe më të çmuara te Allahu xhella xhelaluhu. E këto janë ditët e muajit të shenjtë, të Dhulhijhes, ditët e para dhe ditët të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi dhe na I theksoi në hadithin të cilin e transmeton Bezari nga Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, I cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: afdalu ayami dunya al-ashr, ditët më të vlefshme të kësaj bote janë 10 ditët e para të Dhulhijhes. Njashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ma min ayamin afdalu inda Allah, nuk ka dita më të çmuara, më të vlefshme te Allahu xhella xhelaluhu se sa 10 ditët e para të Dhulhijhes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër, njashtu në tekstin të cilën erdhi te Darimiu, I cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma min ayamin azka wala a'zamu ajran inda Allahi, nuk ka dita më të pastra dhe më të ngritura dhe në to veprat më të shpërblyera, shpërblimi më I madh se sa në këtë 10 ditëshin e parë të Dhulhijhes. Dhe njashtu transmeton Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Umair radiallahu anhu, I cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ma min ayamin a'zamu inda Allah, nuk ka, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dita më të mëdhaja dhe më të dashura te Allahu xhella xhelaluhu, që veprat në to të jenë më të dashura se sa këto 10 ditët e Dhulhijhes. Po vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se në këtë 10 ditëshin të cilët janë ditët më të mira të dunjos, ditët më të vlefshme, ditët më të çmuara, ditët më të mëdhaja dhe më të dashura te Allahu xhella xhelaluhu, janë 10 ditët e para të Dhulhijhes, më të mirat dhe më të virtueshmet në jetën e kësaj bote. Derisa në to vepra është më e dashur te Allahu xhella xhelaluhu se sa çdo vepër tjetër jashtë këtyre 10 ditëve. Siç na transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abbas radiallahu anhu dhe të tjerët si Abu Daudi, Tirmidhiu, Ibn Majah, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma min ayamin
el amelu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayamil ashr. Nuk ka dita që në to vepra është më e dashur te Allahu xhel xelaluhu se sa këto 10 ditët e para të Dhul-Hijjes. E të pranishmit të vëllezër e dishin që është një vepër shumë më e vlefshme, që ajo vështirë të arrihet, e ajo është të luftuarit në rrugën e Allahut xhel xelaluhu. Dhe me njëherë reaguan dhe thanë, oj dërguari i Allahut, wala al-jihadu fi sabilillah, e as lufta në rrugën e Allahut xhel xelaluhu nuk është më e vlefshme këto 10 ditët nga veprat të cilët janë të dashura te Allahu xhel xelaluhu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihadu fi sabilillah, fa illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja min dhalika bi shay. Tha as jihadi, as lufta në rrugën e Allahut xhel xelaluhu, përpos atij burrit i cili ka dalë me pasurinë e tij dhe me vetveten e tij e nuk është kthyer me asnjënën nga ato. Pra gjithë kjo na aludon dhe na thekson neve o vëllezër se veprat janë aq të vlefshme në këtë 10 ditëshin e parë të Dhul-Hijjes, të cilët na veç gjendemi në to, është shumë e madhe, është shumë e vlefshme, është shumë e ngritur, me të cilën këto janë fjalët e të dashurit ton i cili na i theksoi këto çështje dhe se janë burim i shpalljes së Allahut xhel xelaluhu, ku Allahu xhel xelaluhu i emërtoi dhe i quajti këto dita ditët e njohura. Allahu xhel xelaluhu në Kur'an tha wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat. Ta përmendin Allahun xhel xelaluhu në ditët e njohura. Tha Ibn Abbasi radiallahu anhu dhe komentatorët të tjerë të Kur'anit, tha dhe ato ditët e njohura, tha janë 10 ditët e Dhul-Hijjes. Derisa Allahu xhel xelaluhu është betuar në këto 10 ditët e Dhul-Hijjes. Në fillimin e surës Fajr, Allahu xhel xelaluhu kur u betua në muzgun e agimit, tha wal fajri wa layalin ashr. Pasha muzgun e agimit dhe ato 10 netët, Ibn Abbasi dhe të tjerët komentatorët e Kur'anit thanë është për qëllim këto 10 ditët e para të Dhul-Hijjes, të cilët janë shumë të vlefshme dhe janë më të mëdhaja dhe më të dashura te Allahu xhel xelaluhu dhe në to shpërblehet vepra më së shumti dhe shpërblimi më i madh është në këto dita për çdo vepër të cilën e bën. Pse a thua të janë këto dita të vlefshme o vëllezër? Pse Allahu xhel xelaluhu i nderoi këto dita dhe i veçoi që të kenë vlerën e madhe te Allahu xhel xelaluhu, për arsye se në to të bohen veprat më madhështore të Islamit dhe të fesë. Sikur që tha Ibn Hajeri rahimullah, tha në këto 10 ditët të bohen nonat e ibadeteve. Edhe ibadeti me të cilën është i veçantë, në ditët të veçanta dhe në vendin e veçantë nuk arrihet për vetëm se në ato vende. E ajo është haxhi si obligim i Allahu xhel xelaluhu i 5 që Allahu e ka caktuar. Nuk kryhet kjo obligim vetëm se në ditët e caktuara të Dhul-Hijjes dhe nuk plotësohet vetëm se në vend të caktuar në Ka'ben e bekuar. Dhe se haxhilerët janë atje duke qëndruar, mirë po të gjithë këto vepra të cilët veprohen dhe janë të vlefshme, a thua ne të cilët nuk qëndrojmë atje, çka duhet të veprojmë dhe çfarë vlere kemi dhe na, të cilët nuk na ka mundsuar që të jemi pjesëmarrë në ato vende të veçuara, të dalluara e të shenjtruara nga Allahu xhel xelaluhu. Padyshim se pejgamberi sallam tha veprat më të dashura te Allahu xhel xelaluhu janë cila do vepër që të bëhen në këto 10 dita. Në to të bëhet namazi, në to të bëhet agjërimi, në to zeqati, në to leximi i Kur'anit, dhikri, sadakaja, të gjitha të cilët janë si vepra, nonat e veprave të ibadetit, këto nëse kryhen në këto dita o vëllezër, shpërblimi zmadhohet dhe është shumë i madh në këto dita. Nëse ti e fal namazin normal me xhamat në xhami jashtë këtyre 10 ditave, e ka shpërblimin e madh. Mirë po, nëse ti e fal në këto 10 dita, shpërblimi zmadhohet dhe shumë fishohet dhe shumë i madh. E njëjta vepër, e njëjta namaz, e njëjta obligim, e njëjti farz, ti nëse e fal në xhami me xhamat në këto 10 dita, shpërblimi shumë fishohet shumë më shumë se sa jashtë këtyre 10 ditave. Njëjta është nëse ti agjeron në këto 10 dita, shpërblimi është shumë më i madh se sa jashtë këtyre 10 ditave. Dhe një ashtu nëse ti lexon Kur'an, në ashtu nëse ti jep sadaka,
jep lëmosh dhe ti shpenzon për Allahun xhel xhelaluhu, nëse ti jep, këto vlerësohen dhe këto zmadhohet shpërblimi dhe nuk ka shpërblim më të madh se sa në këto 10 ditat të cilësh shpërblehesh. E gjithë kjo vëllezër është që na të përvelemi dhe të reflektojmë në këto 10 e parë të Dhul-Hijjës të cilët jemi, që na të mundohemi sa më shumë të bëjmë vepra të mira. Mos ta lëmë nefsin tonë në këto 10 ditat që përsëri të na zen gjumi dhe t'i kalojmë e mos të marrim shpërblim. Nëse ke qenë që e fal namazin e sabahut me xhamat, eja dhe prezanton këto 10 ditat. Mundohu që të prezantojsh për arsye se shpërblimi është shumë i madh në këto 10 dita. Cila do nga veprat, nëse ke qenë namazet që i fal normal, eja fali me xhamat në këto 10 dita, eja në jacie në namazet të cilët dëshmin me laçet, që në to Allahu xhel xhelalu ta zmadhon shpërblimin e madh shumë. Dhe nëse ke qenë nga ata të cilët jep sadaka, jep në këto 10 e parë të Dhul-Hijjës, se në to është vlera e madhe shumë. Nëse je që fal namaz natë, mundohu që të falish në këto 10 e Dhul-Hijjës, se janë të vlefshme shumë, vlera të zmadhohet shumë. Mos e le veten tonë në këto dita të ngelura, që nuk na kanë ngelur shumë pak, e në to të bohen nonat e adhurimit, nonat e ibadeteve, sikur që është haxhi dhe një ashtu namazi, dhikri, agjerimi, Kurani, të gjitha këto janë nga veprat të cilët ne si musliman të mundohemi që të bëjmë vepra edhe të i rikujtojmë fjalët e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ato na i theksuan shpërblimin e madh dhe vlerën e madhe, që mos të i neglizhojmë o vëllezër dhe të mundohemi që të i shfrytëzojmë ashtu sikur që të parët tonë nga dietarët e mëdhenj ishin ata të cilët u mundonin që të i shfrytëzojnë deri në maksimum. Said ibn Jubairi rahimullah thonte, zgjoni dhe ato shërptorët e juaj, ata të kenë mundësi të fitojnë dhe ato, të bëjnë vepra sa më shumë. Thalatu të fi'u surujekum, mos i fikni lampët e juaj në këtë 10, e cila është 10 i parë i Dhul-Hijjës. Mundohuni që të shfrytëzoni në këtë 10 për shkak se në to veprat janë më të dashura të Allahu xhel xhelalu, më të ngritura dhe më të mëdhaja, dhe shpërblimi i tyre është shumë i madh. Wa qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la, wassalatu wassalamu ala an-nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Të nderuar vëllezër, e gjithë kjo vlerë dhe gjithë ky shpërblim i madh në këto dita të veçanta të caktuara, të çmuara të Allahu xhel xhelaluhu dhe ditë i parë i Dhul-Hijjës, a thua pse në to të jetë gjithë kjo vlerë, për arsye se dhe në to gjendet një ditë e cila është dita më e vlefshme e dunjas dhe dita më e dashur të Allahu xhel xhelaluhu, ajo është dita e Arafatit. Dita ku në to qëndrojnë njerëzit haxhilerët në kryerjen e obligimit të tyre, ato po nuk qëndruan në ditën e Arafatit. Në Arafat nuk ka haxh të pranuar për to, siç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e theksoi këto kur tha nga Abdurrahman ibn Ya'mur ad-Dili, i cili tha se el-hajju Arafa. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha haxhi komplet, llogaritet ibadeti, tha haxhi është Arafat. Dita e Arafatit në to i llogaritet atyre nëse nuk qëndrojnë në atë ditë, pra nuk i llogaritet haxhi dhe ato e humbin këtë obligim dhe këtë rukun, këtë shtyllë kryesore nëse nuk qëndrojnë në to. E a thua çka për ne që nuk jemi atje? A thua vlerë për ne nuk ka se si ta shfrytëzojmë këtë ditë që është më e dashur te Allahu xhel xhelalu? Dita më e vlefshme e gjithë ditave të botës është dita e Arafatit. Që te Allahu xhel xhelalu ka pesh shumë. Që Allahu xhel xhelalu në këtë ditë vëllezër ju livdërohet dhe ju mburret dhe banorëve të qiellit me banorëve të tokës. Ja u pranon lutjet e robëve të tij. Dhe kjo ditë nuk duhet që ta neglizhojmë ne si musliman. Cila vepër në to është më e vlefshme që të bëhet në këtë ditë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na potencoi në hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allah jalla wa ala an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Tha agjërimi i ditës së Arafatit, tha pejgamberi sallam, e llogaris që te Allahu xhel xhelalu
të i falë mëkatet e një vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Ku e gjenë këtë mërsi, o vllai dashur musliman? Të t'i falë një agjerim e një ditës, nëse ti agjeron ato mëkatet e një vitit, sa mëkate kemi bërë gjatë një vitit, e të ne i falë Allahu xhelalu dhe një vitit të ardhshëm, që na jemi robë të cilët bëjmë vazhdimisht mëkate. Mos e neglizho dhe mos e hum vlerësimin e kësaj dite, që në to pejgamberi Allahu tha ta falë mëkatet e një vitit kaluar dhe në vitit të ardhshëm. Me një agjërimin e një ditës të kësaj dite ta arrish këtë mirësi, për atë mos e neglizho këtë ditë dhe lutim Allahun xhelaluhu që të na lehtëson neve si musliman agjërimin e kësaj dite, se si vlerë që nuk jemi në vendin e shenjtë. Në haxh në atë obligim, na kemi këtë vlerë të madhe, vetëm për na të cilët nuk janë prezent në Arafat, na të agjerojmë këtë ditë dhe cila ndoshta i bën dita e enjte, por që të jetë dita e enjte, dita e Arafatit, e kushdo i cili mundohet dhe i mundsohet që të agjeron me të vërtet në to ka problem të madh. Lutim Allahun xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të na lehtëson agjerimin e kësaj dite, të na mundëson dhe mos e neglizho duke i zgjuar dhe fëmijët e tu, duke i zgjuar dhe familjen tënde, që ta arrish kish problem o vëllezër, se me të vërtet jemi shumë të nevojshëm që neve të na falen mëkatet dhe na ta arrim kish problem, e të na kaplon mëshira e Allahut xhelalu prej ditëve të njohura të Allahut, që Allahu xhelalu llogariti ejame ma'lume, dita të njohura, të cilët janë pra 10 ditët e para të Dhulhijhes, e në to kjo dita më madhështore, dita Arafatit. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.